Përshëndetje. Shumica e njerëzve e fillon jetën e tyre së bashku me qëllime shumë të mira. Por meqense marrëdhëniet janë një maraton, është më e rëndësishme që të dy bashkëshortët të përpiqen të mbajnë të fortë lidhjen që ekziston mes tyre. Është e vërtetë që shumica e njerëzve që trajtojnë nuk dëshirojnë me vetëdije të shkatërrojnë marrëdhënien me të dashurin e tyre. Në disa raste, kjo marrëdhënie është ndërprerë tashmë nga pabesia thjesht dhe nxjerr në sipërfaqe probleme serioze që ekzistojnë tashmë. Por ka edhe raste kur martesat e forta kërcënohen nga pabesia. Kur zhvillohet një lidhje jashtëmartesore, përvoja është shumë traumatike për personin që e përjeton atë. Reagimi i parë mund të faqësojë veten, duke besuar se sjellja e tij e gabuar e çuan partnerin e tij apo të saj në një aventurë të tillë. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se gabimi nuk është i tij, por lidhet me psikologjinë e personit që po tradhton. Shumicën e kohës, imazhi ynë për veten luan një rol vendimtar. Dikush me vetvlerësim të ulët ka të ngjarë të kërkojë miratim në marrëdhëniet jashtëmartesore. Disa njerëz të tjerë që e konsiderojnë veten superior ndaj partnerit të tyre, mund të jenë gjithashtu jo besnik. Ata e justifikojnë veprimin e tyre sepse bazojnë se e meritojnë të jenë me dikë tjetër që është i barabartë me ta. Po çfarë i shtyn njerëzit të trajtojnë në dashuritë e tyre? E para është mungesa e kontaktit emocional. Është një faktor kryesor ku gratë zakonisht janë më të prirura të rrëmben nga mendja nëse ndihen të lëna pasdore dhe të papranuara në një marrëdhënie. Nëse mungon dashuria dhe butësia, ose nëse njëri nga të dy personat nuk është i gatshëm të kushtojë kohë marrëdhënies, atëherë tjetri ka të ngjarë ta trajtojë. E dyta, ndonjëherë disa njerëz trajtojnë thjesht për këtë përvojë, sepse u pëlqen të jetojnë në kufi, të ngazëllehen nga ndjesia se po bëjnë diçka të ndaluar, thjesht për të shpëtuar monotonisë së jetës së përditshme. E treta është njohja e tepërt mund të çojë në pabesi. Pas një farë kohe, bashkëshortët njen aq mirë njëri me tjetrin, saqë elementi i eksitimit, emocioneve dhe dëshirës seksuale mund të jetë zhdukur. Nëse i përjetojnë këto ndjenja jashtë marrëdhënies së tyre, mund të tundohen të përjetojnë një aventurë. E katërta, ndonjëherë ndryshime si ardhja në jetë e një fëmije mund të krijojë probleme në një marrëdhënie. Nëse burri ndihet i lënë pasdore sepse nëna e re, siç është normale, të paktën në ditët e para, është më e përfshirë me antarin e ri të familjes, dhe nëse të dy partnerët nuk përshtaten me stilin e tij të ri të jetesës dhe nuk e mbështesin njëri tjetrin, atëherë ndoshta pabesia fshihet diku jashtë. E pesta, jo të gjithë individët mund të pajtohen me kalimin e kohës. Pra, ndërsa arritjen nëse nuk ndjejnë se kanë kujdesin dhe mbështetjen e partnerit të tyre, mund të çojnë në pabesi thjesht për t'u ndjerë të dëshiruar. 6. Disa njerëz trajtojnë thjesht sepse duan të provojnë përvoja të ndryshme seksuale dhe justifikojnë këtë me frazën thjesht ndodhi, nuk ishte asgjë e madhe. Tani do të flas për pasojat e pabesisë në martesë. Të dy partnerët vuajnë pasojat e dhimbshme të pabesisë dhe disa prej tyre unë po i rendis më poshtë. E para, personi që është trajtuar ndjen se vetvlerësimi i tij po bie dhe shpesh fajson veten për atë që ka ndodhur. E dyta, ai mund të shfaqë simptoma depresive dhe të humbas plotësisht besimin në marrëdhëniet njerëzore për shkak të tradhtisë që ka përjetuar dhe ka të vështirë të gjejë një partner tjetër më vonë, pas disa kohësh, nuk po them menjëherë. E treta, mund të shkaktojë pasiguri dhe zemërim të tepruar dhe pandim profesionale, psikologjike, loja e fajësimit midis çiftit ka të ngjarë të vazhdojë.
E katërta, kur fëmijët janë të përfshirë, jeta e tyre mund të ndërpritet ndërsa përjetojnë tensionet dhe shqetësimet e prindërve të tyre. Në disa raste, ato mund të përdoren krejtësisht në mënyrë të parësyeshme kundër partnerit që ka tradhtuar. 5. Pabesia mund të çojë në një divorc të vështirë dhe mosmarrëveshje ligjore të pafundme. Ndonjëherë rezultatet e pabesisë mund të jenë pozitive, nëse ka ndjenja të vërteta. Partneri ka të ngjarë të vetë kritikojë, të pranojë gabimet e tij apo të tyre dhe mendimin e një specialisti, ta shpëtojë martesën e tyre duke zhvilluar një lidhje të fortë emocionale. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.